Ndryshime në kodin rrugor 7 dhjetor trajnim për shoferët e rinj profesionist ndryshon testi teorik dhe praktik. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë e Shqipërisë ka miratuar një udhëzim të ri që ndryshon mënyrën e kualifikimit dhe rinovimit të certifikatave për shoferët profesionist të kategorive C dhe D. Sipas rregullave të reja, kualifikimi fillestar do të përfshijë 6 dhjetor teori dhe 10 dhjetor praktik, ndërsa rinovimi periodik do të realizohet përmes 35 orëve trajtim teorik. Njërisi e rëndësishme është futja e kodit 95, i cili do të shënohet në lejën e drejtimit ose CAP dhe vërteton përputhjen me standardet e Bashkimit Evropian për transportimin e mallrave dhe pasagjerëve. Programi i ri përfshin gjithashtu terma modern si Smart Tachograph 2 dhe sistemet ADAMS që lidhen me teknologjinë e asistencës në drejtim, përfshin frenimin automatik dhe paralajmërimet e sigurisë. DPSHTRR do të ketë rol më të fortë monitorues mbi autoshkollat të cilat do t'i nënshtrojnë kontrolleve periodike dhe mund të regjistrohen në rast mos përputhje të kritereve. Udhëzimi i ri përfshin edhe trajnim mbi shëndetin dhe sjelljen profesionale, si menaxhimi i stresit, efektet e alkoolit dhe parandalimi i veprimeve të paligjshme gjatë transportit. Rinovimi i CAP do të kushtëzohet plotësisht nga përfundimi i trajnimit të detyrueshëm prej 35 orësh, duke synuar rritjen e sigurisë dhe profesionalizmit në transportin rrugor.